Sot Aleanca mban mbledhjen e vet të rregullt të kryesisë, në cilën ne I shqyrtojmë aspektet tona organizative të brendshme, rritjen e Aleancës, prurjet e reja, gjithçka që kemi për Aleancën, po në të njëjtën kohë e pashmangshme është me u marrë edhe me gjendjen në cilën sot gjendet Kosova. Ajo që unë e kisha thonë si fillim është kështu. Kosova sot është në ditët më të vështira të veta në cilin do aspekt që e shikojmë. Në aspektin e ndërtimit të institucioneve, vetëm jemi jashtë çdo norme kushtetuese, edhe pse e kemi bërë një tolerancë, jemi të afruar në ditën kur Kosova ka me dalë jashtë çdo norme kushtetuese për themelimin e institucioneve demokratike. Kosova sot po jeton në epokën e mashtrimit më të madh të popullit vet në historinë e saj qindra vjeçare ndoshta. Është epokë e mashtrimit kolosal, qoftë sa I përket ekonomisë, qoftë sa I përket arsimit, qoftë sa I përket shëndetësisë, marrëdhënieve me jashtë, setupit institucional, respektimit kushtetutës edhe të ligjeve të cilat I kemi bërë vetë. Dhe në Kosova sot është në gjendje prej të cilës nuk ka kurfar mundësie me dalë pa trauma. Motivi ynë si Aleancë është me ndihmu që këto trauma me qenë sa më të vogla për qytetarët e Kosovës. Kjo është edhe arsyeja pse kemi ofruar veten para 2 muajve këtu, për kësaj foltore, me ndihmu me dalë prej krizës. Mirë po, si që keni pa gjithë ju, edhe po besoj secili qytetari I Kosovës, sot do që hapen dyrë për uzurpatorët e pushtetit sot, ata nuk dojnë me kalune për ato dyrë. Dojnë vetë me I majtë të mbyllura. Jo vetëm Aleanca, po edhe parti tjera kanë ofruar dyrë për dalje për krizës, po këta njerëz, jo vetëm që nuk dojnë me dalë për krizës, po krejt mendësinë e vetë e kanë. Me e mashtru opinionin edhe me fajsu dikon tjetër për ato që e bojnë vetë. Tashti du më unalë të disa pika konkrete. Shini, sikur në vitin 2021, Kosova ta kishte nënshkruar kontratën me Kontur Global, e cila ka qenë e gatshme. Sot Kosova ishte duke I prodhuar 600 MW energji elektrike. Ato 600 MW energji elektrike kishin me ullë importin në mënyrë drastike. Nuk kishin me pas mungesë të energjisë elektrike në çerekun e dytë të shekullit 21. Po në njëjtën kohë e kishin reduktuar në mënyrë drastike importin e energjisë elektrike, e ai importi i energjisë elektrike është skema më e madhe kriminale që ka ekzistuar ndonjëherë në Kosovë, në çfarëdo epoke. Shikoni, ne çka do që blejmë si energji elektrike e blejmë përmes 2 kompanive. ETMT edhe NOA. A dini çka? Është e njëjta kompani. E ka të njëjtin pronar, ka të njëjtin menaxhues, e që është Hamojq. Neve na tregtohen në ankan linjat e transmisionit me çmim 1.3 euro maksimum. A e dini sa na shiten? 800 euro për megawatt. Prej 1.3 eurove që shitet në ankan. Këto janë skemat më të mëdha kriminale që kanë ndodhur ndonjëherë. E ku gjendet Kosova tash sot? Për shkak se këta njerëz kanë refuzuar me ndërtu kapacitete energjetike në Kosovë, me prodhu me 70 euro megavatin, na bin sot në ditën që me ble me 1.000 euro atë megavatin e 70 eurove që ka pas në prodhu në Kosovë nga punëtorët e Kosovës nga thëngjilli jonë. 800 euro vetëm për transmision, edhe diku 200 euro e nga njëherë edhe ma shumë megavatin. Që ta din, duhen me ditë qytetarët e Kosovës. E tash, prej ku I marrin këto miliarda euro që na paguajnë veç energji, a dini prej ku I marrin? Prej xhepave tuj. Prej xhepave tuj, prej xhepave të fukarave që kur të vinë zgjedhjet ju japin nga 100 euro. Për mos me maru tragjedia këtu, Kosova shndrohet
në të vetmin vend në Evropë që ju gjason vendeve të botës së tretë, edhe ato të para shumë viteve, që tashtin vend se me prodhu energji me thëngjillin e vetë, shet thëngjill me vagona. Vendet e botës tretë jënë kone ato cilat i kanë pas pasurit natyrore, po për shkak të qeverive super të korruptume, jo patriotike, kanë përfundu të i nxjerr mineralet e veta, të i shit për pak pare, e të e ble mallin e vetë 100 fish mashtrajt. 100 fish mashtrajt. Nëse Kosova i shet 73 milion euro thëngjill, Maqedonisë Veriut, vetëm për 2 muaj import energjisë na bojnë. Vetëm për 2 muaj. 2 muaj importojmë na energji me thëngjillin që shesin prej Kosovës. Ata e marrin thëngjillin prej nesh, edhe kanë me na shit energji neve me minimum 3 fishin e çmimit. Me minimum 3 fishin e çmimit se kanë me fitu edhe vetë. Edhe ato shumë. Kur ja shtojmë kësaj tash, mafjen energjetike, që nuk ka qysh mos më kone lidhme me pushtetin, e që na inkason 800 euro për megawatt veç për transmision. Veç mundi me marrë vesh se çka jemi të i bo vetit, veç me energji. Nëse e shihni çka po ndodh sot në Kosovë, në të njëjtën kohë është edhe diçka tepër interesante, të dashur përfaqësues mediave dhe qytetarët e Kosovës duhet më thonë. Shihni, ka qenë strategji afat gjate e Serbisë që me e mbyt tregimin ton për lirin. Çdo popull në botë, mirë ose keq, e ka tregimin e vet. I ka heroizmat e vet. I ka herojt e vet. Se çdo komb është ndërtu, edhe në mite madje. Kemi kojshit që kretë mitin e kombë ndërtimit, e kanë në mit, pothuajse se s'ka të vërtetë. Përderisa neve, na kanë prunë situatë, me e baltos mumin ton, luftën ton për liri, me e mbyt tregimin për lirin ton, me e fy vetë, me e shajt, me shkru libra, qysh lufta jonë është financu prej drogës, qysh kretë ata që e kanë bo luftën jonë konë, diqysh të këqi. Diqysh jonë konë të këqi ata. E që është ma e rona, na me mrim piken në të cilën, sot duhem me i tregu vetës, fatkeqësisht me i tregu vetës, edhe njëherë, që lufta jonë konë e drejtë, konë e mundimshme, me shumë gjatë, me shumë sakrificë. Kur ja shton kësaj përmi, që përpos mbytjes tregimit ton për liri, baltosjes atij tregimi, kanë mri një pjesë të qytetarëve tonë me ju mush mendjen që edhe vendet që na kanë ndihmu me ushliru e kanë bëu diçka për një interes të çuditshëm të vetin, ju veç mundi me marrë vesh se çfarë narracioni është të ndërtu në Kosovë, e që është të mbështet plotësisht për njerëzve që 7 vite jënë në pushtet. Kosova është në krizë të rëndë, është në krizë serioze, morale, institucionale, ekonomike. Kosova sot është në depresion ekonomik. Ndërmarrjet tona janë gati me u mbyll për shkak të politikave të prishta taksave, për shkak të politikave të prishta edhe të baltosjes njerëzve të cilët prodhojnë në këtë vend për mos me shku me blenë në Serbi. E që po e marrim shembull Serbin, bashkë prej kërkuj nuk ishtë desh me ble qumshna. Bashkë prej kërkuj, se e prodhojnë vetë. Po çka do të me bo tash? Duhet me baltos çka do që është e jona eksakt prej atyne që dikur na kanë pas qa vesht të thonë dujet tonën, thuti se ne s'pedojnë. Kjo është arsyeja pse unë them juve që po jetojmë në epokën e mashtrimit më të madh në historinë e ekzistencës popullit të Kosovës. Në fund po du më thonë që ky pushtet në mënyrën më brutale edhe më të paligjshme të mundshme nuk është të ju leju 120 deputetëve të zgjedhur të popullit me e marrë mandatin. E kanë bloku krijimin e institucioneve, e kanë bloku krijimin ose themelimin, konstituimin e kuvendit Kosovës.
Tu ju pa mundësu përfaqësuesve të popullit të Kosovës me ngritë zonin në kuvet. Me i marë mandatet që nuk ju ka dhënë ky, po ju ka dhënë popullit. Kjo është ndërshkeljet ma brutale të kushtetutës, të renit kushtetutës, edhe të demokracisë në Kosovë që ka ndodhur ndonjëherë. Po që shkeljet janë përsëritura, po që shkeljen afatet, po që shkeljet çdo normë e kushtetutës, po pengimi i deputetëve për me ushtru funksionin e vetë si përfaqësues të popullit është ndërshkeljet ma brutale që ka ndodhur deri tash, edhe unë nuk besoj që dikush mban mend diçka të ngjashme përpos në vitin 1989. Fatkeqësisht duhet me thonë, atëherë janë pengu deputet me ushtru mandatin e vetë, edhe sot një njeri vetëm nuk lejon konstruimin e programit, nuk i lejon deputetët e zgjedhur 120 prej tyre edhe të pakicave me marrë mandatin edhe me ushtru atë mandat. Unë po besoj që po ndalna pak, e di që keni pyetje, kisha mujt me vazhdu, por po du më nalë këtu, veç besoni edhe njëherë që apo e thonë. Kjo periudhë, këto 7 vjetë, kanë me ushënu në nalet e historisë Kosovës si vitet e mashtrimit të madh, vitet e depresionit, vitet e krizës permanente të shkaktume me qëllim. Jo për shkak të popullit, jo për shkak të deputetëve, jo për shkak të partive opozitare, po për shkak një njeriu i cili nuk ja di mo as cilat i ka motivet.